Ju përshëndes miq të Super Sport dhe mirë se vini me pamjet e drejtë për drejta nga qyteti i Vlorës, stadiumi Flamurtari në prag të kësaj sfide mes Flamurtarit dhe Partizanit, në fakt një sfidë që nihet sigurisht me kujtimin për tifozin e Flamurtarit që humbi jetën vetëm pak ditë më parë. Tashmë dy kapitenët e dy skuadre, Bruno Telushi, Alban Hoxha, por dhe gjyqtari Kriden Smeda do të shkojnë tek tifozëria e Flamurtarit për të dhuruar disa buqeta me lule në nderim të Mikel Selmanajt. Të gjithë në këmbë stafi Partizanit, të gjithë tifozët këtu në stadiumin e qytetit Vlorës Flamurtari, si thash Alban Hoxha dhe Bruno Telushi bashku me gjyqtarin Kriden Smeda vendosin tufat me lule tek fotografia Mikel Selmanajt, gjithmonë me zhderohen me duart okitje nga të gjithë pranishmet në stadium. Merë konfirmimin asistentëve të tij, gjyqtari Kriden Smeda, starton super sfida, Flamurtari Partizani, shihoni Super Sport High Definition. Simi mirë tek Danilo Alves. Kapsi braziliani provon godas. Ka një top të vjuar dhe do të kemi godimin e parë nga këndi. Ky është kërcënimi i parë i Flamurtarit. Një përsim brenda zonës, Krasniqi nuk largon dot pas. Ka dalë Alban Hoxha. Hyrë zonës, vjen krosimi brenda zonës dhe pas kjo goditje super Alban Hoxha. Arrin shpëtoi skuadrën e Partizanit nga psimi i golit parë. Kjo është e para mundësi. Mjaft e mirë shënimi. Janë minuta të mira këto për Flamurtarin. Yll Hoxha. Përvojë krosimi dhe devion top Alban Hoxha. Ka marrë një trajektore të çuditshme ai krosimi Yll Hoxhës. Krosimi Fizullaut brenda zonës, Sukaj ka këtë mundësi, provon godas, realizon Xhevair Sukaj. Minuta 40. Flamurtari 0, Partizani 1. Si gjithmonë është ai golashësi më i mirë i skuqve. Xhevair Sukaj në vendin e dur, momentin e dur, i jep avantazhin tive. Vjen krosimi nga krau i djathtë, Marku ka larguar pas, Vila provon godas. Nuk ka arrit të gjej goditjen e saktë. Do përpara tek Sukaj, brenda zonës provon godas, pret Lika. Goditja këndi, çfarë mundësie për skuadrën e Partizanit. Topi Lakos të kraun e djathtë, Telushi. Përvojë krosimi është i ulët e tonë brenda zonës. Vetëm se ka prekur Lushtaku. Pas kjo goditje me kokë mbi portën e Alban Hoxhës. Nga ana e Danilo Alves. Kërkon ai tonë përpara, pas ka pasur një devijim nga ana e Lushtakut, por ka ndalur mjaft mirë Alban Hoxha. Tashmë futemi në 10 minutat e fundit kohës rregullt. Ka një lojtar të dëmtuar në rreth të Flamurtarit, por vjen rregullisht loja. Ky topi Filipe Gomes tek Realdo Fili. Dyre zonës, vjen ndaj domin Realdo Fili, pasimi Sukaj pret Ilion Lika. Mbanen të loj skuadrën e Flamurtarit. Ishte Dushku, pasimi brenda zonës, Besnik Krasniqi ka këtë mundësi, e çon ato në qendër goditje dhe shkon në rrjet. Barazon Flamurtari 1-1. Minuta e 87, Danilo Alves është ai që ngrëpesh të gjithë stadiumin Flamurtarit qytetit Vlorës. Shkoi do gjyqtari Kriden Smeda afrohet tek Zekeria Ravadani, ndoshta për ta këshilluar. Dhe është kartoni kuq për Curin. Kartoni kuq për Debatik Curin, i cili ka qenë në stol, por ndoshta për ndonjë fjalë më tepër largohet me kartonin e kuq. Dhe Gomes që kryen krosimin, i lartë topi ka dali, Ilion Lika arrin ta kontrolloj. Dhe gjohet vërshëllima për fundimtare, Kriden Smedës nuk ka fitues në Vlorë, Flamurtari 1,
Partizani 1, Vlonjata të marrë një pikë tepër të çmuar për sa përket garës për mjetesë, ndërkohë që Partizani nuk ka arritur të shfrytëzojë mundësinë që ju dha për të afruar me Skënderbeun që mund të kukët. Kuksi është rikthyer të jetë i zhurmshëm, i rëndësishëm dhe maksimalisht i bukur për sa i takon mbarvajtjes garës më të rëndësishme të futbollit tonë. Luhet tani më një klasike, Kuksi Skënderbeu në një ndeshje që mund vendos shumë për ecurinë dhe objektivat e të dyja ekipeve. Radas është e rrezikshme dhe Koliçi jo shumë i sigurt ta priste ta gushtonte të top. Ici, dhe më pas është Manuta, topi që pita aty dhe më pas Shameti të rrjet 1-0. Realizohet skuadra e Kuksit me Ylli Shameti. Edhe një tjetër në goditje standarde realizon skuadra e Kuksit. Festa e qendrën mbrojtësit, Ylli Shameti. Karioka, futën driblim, jap mirë Karioka. Në zonë tani dueli me Jasha 20 Karioka, ka i goditje. Ka larguar Orges Shej. E punon pasimi, shërbet me gjatë për Erik Flores në pozicion të rregullt. Erik Flores i afron zonës, afron pranë Tiratas dhe një Flores. Më pas ke goditje ka ndalë në porta poshtë Emini dhe një herë tjetër Orges Shej. Mban në lojë Skënderbeu. Dy pritje fantastike të Orges Shej. Topi lartë në zonë, më pas Shameti në duart e portierit Orges Shej. Dhe ka devijuar në këtë momente një mundësi për skuadrën e Kuksit. Nuk janë kuptuar Radas dhe Orelesi. Një krosim, Ladroci devijon dhe për pak shkakton një autogol. Ky është rasti më i pastër i krijuar nga ekipi Skënderbeu në gjithë këtë ndeshje. Renatinho me këtë goditje shumë e lehtë. Radas shkëm këtë top të falur dhe ka një mundësi skuadra e Kuksit me Dvornekovic. 3-3. I Dvornekovic. Priti pasimi i cili vjen në krahun tjetër, Blir Ngueta ka ulur mjaft mirë për Eminin. Dalje decisive portierit Orges Shej. Një mundësi sërish mjaft e mirë për Kuksin. Largon Shameti. Dvornekovic me Kokai. Kariokën, e udhëj përpara dhe i tjetër për Dvornekovic, udhëj përpara një mundësi mjaft e mirë. Dvornekovic pret Blir Ngueta në krahun tjetër, goditja në duart e portierit. Orges Shej kish mundësi skuadra e Kuksit. Niset Radas, e fort goditje por mbi kuadrat dhe vjen si rezimi i kryesorit. Enea Gjorgji përfundon në Kukës. Vendasi fiton 1-0 ndaj Skënderbeut pa një gol të realizuar nga Ylli Shameti në minutën e 20. Ju përshëndes miq të Supersport me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Reshid Rusi i qytetit të Shkodrës, ku do të luhet një ndeshje më të rëndësishme të javës së 29 kampionati 77 kombëtar i futbollit ton, një përballje mes Vllaznisë dhe Teutës, dy skuadra historike të futbollit ton. Jo të seriozimit gjyqtarit, se të vrapi. Është lidhje i goditje dhe ka kuptuar diçka portieri Moçka. Lukic topi në zonë pas goditje me kokë dhe ka realizuar skuadra e Teutës. Është pikërisht Emiliano Musta në minutën e 17. Realizon në skuadra Dursake me anë të mes fushorit e krahut të majt Emiliano Musta. Shamat top të rrezikshëm në zonë, ka i devime pas ka goditje me kokë. Decisiv në atë ndryrje. Ardit Hila shpëton skuadrën e tij nga një gol duket i sigurt. Pas është këto kthyer nga ana e Jonathan Hila. Po një goditje të fortë ka ndarë për te porta është bosh dhe më pas. Çfarë mundësie nuk ka arrit të realizojë Magani. Kish Vecaj, duhet me Kotobellin. Shkëm këtë kalim të Pjeshkës. Brenda zonë bën gjithçka me afim, pas goditja por e lehtë. Ka ndarë portieri Moçka me një rrezikshëm. Hila. Të do përpara dhe jetë Hila, bën gjithçka mjaft mirë dhe jetë Hila duel me vrapin e afrot portës. Sërish Hila është përballë portierit Dragojevic dhe më pas ka mundësi. Nuk ka arrit të gjej kuadratin e portës. Ardit Hila. Këna hapësirë në krahun e majt. Krosimi, më pas ka godit me kokë dhe ai top që ka përfunduar në rrjet. Është e ka kaluar vjen fatale dhe goli i dytë për Teutën. Goli i dytë për Teutën ka realizuar Artur Magani në minutën e 74.
Ka një ndërët gabor të Cicmil. Kartoni dytë i verdh për të... Kartoni dytë i verdh për Stefan Cicmil. Dhe këtu mund të konsiderohen të shuara shpresat e Vllaznis për të marrë një rezultat pozitiv në këtë ndeshje. Lukic. Top pothuajse në kuadratin e poshtë s'ka larguar nga ana e Dragojevic. Dibra. Pjeshka. Ka më kohë, vjen dhe lezimi kryesorit Dorian Amiti përfundon në reshit rusit të Shkodrës. Ju përshëndes miq të Supersport dhe mirë se vini me javën e 29 të kategorisë superiore. Jemi me pamjet e drejt për drejta nga qyteti i Pukës për një sfidë vërtet delikate mbijetese mes Tërbunit dhe Bylisit. Më shumë ballqiotët janë ata që luajnë shanset e tyre për të qëndruar në kategorinë superiore, ku në rast të marrjes së fitore sot do të barazonin me pikë flamurtarin. Sigurisht që po drejtohet një kategori më poshtë. Ka startuar në këto çaste sfida. Shkoni kundërshturmi mirë i skuadrës Bylisit, arrin avancoi Arben Muska në mënyrë zonës, kërkoi pasim, nuk e del dot më pas kjo goditje. Ndalet sërish. Jeni lart kusimi për të zonës, ka një goditje me kokë pret Klajdi Kuka. Ka qenë Julian Braja ai që ka provuar të rrezikojë. Pasim drejt Izo Çuku dhe ul mjaftir topi në brenda zonës, godet pret Klajdi Kuka. Këtë rast i mirë për skuadrën e Bylisit, pas solli dhe dorëheqjen e trajnerit Stabri Nica. Niset me shpejtësi loja, vjen i lart krosimi nga krau i majt, kjo goditje me kokë dhe realizon Bylis. Minuta 21. Është Amir Bilali. Tërbuni 0, Bylis 1. Tjetër gol e peshë këtij lojtari që pasi ka shnuar fitoren 0-1 kundër Laçit realizon dhe sot. Shblokohet më në fund sfida. Mbet topin Juan Manuel Barea teksa provojnë kjo goditje. Nga ana numrit 14 Martin Dedin ka pritur portieri Stivi Frashëri. Shkoni ka dalë mjaft mirë ai top Bilalit teksa avancon lëshon shumë përpara dhe ja ka larguar. Mjaft mirë pikërisht Klajdi Kuka që në Ardit Hoxha që u gjendin vetëm përballë portieri Klajdi Kuka. Teksa kjo goditje, topi travers, por ka qenë lart Flamuri për të realizuar një pozicion të parregull, gjithçka ka qenë e pavlefshme. Këto brenda zonës dhe çfarë mundësie për John Marinajn. Vetëm pak çaste më parë fut fushën e lojës dhe kishte shansin e ardhmë, mundësinë më të mirë të kësaj ndeshje për të barazuar takimin. Shikoni se si ka dalë ai top. Në të ripën e ansore, provon në krahun e djathtë, vjen i lart krosimi brenda zonës. Tahiri përpiqet të kontrollojë topin. O pas krosimi mbela me kokë, nuk arrin të realizojë. Çfarë mundësie. Provon Tahiri me këtë goditje, shkon jashtë. Flamur Tahiri. Ka marrë mirë topin francezi, njëtje Manuel Mbela, provon nga distanca, pret Klajdi Kuka. Duke devijuar topin në goditje nga këndi për të fituar sekonda kohë. Teksa dëgjohet në vërshëllima përfundimtare, mbyllet gjithçka në Pukë. Tërbuni 0, Bylis 1, ballqiotët fillojnë 3 pikë tepër të çmuara për sa i përket garës për mbijetesë. Tirana kërkon vazhdimsi në kampionat për të qëndruar deri në fund në garën e saj për Europën, ndërsa pengesa e radhës do të jetë Laçi që me kampionatin ka lartuar, por sigurisht kërkon të qëndrojë e karikuar deri në fund të sezonit. Bëhet gati Kreshnik Ciapi dhe sinjalizon startin e kësaj sfide. Sulmon përpara Smajli, një krosimi devijuar, Selmani topi që rëshket dhe Elis Bakaj 1-0. Elis Bakaj zblokon rezultatin i 11 gol sezonal për Elis Bakaj. Minuta e 8, zhblokojët sfida. Ademir, provon Ademir spostuar në qendër, tenton nga distanca e rrezikshme, topi devijohet. Goditja nga këndi e treta për Laçin, e katërta e takimit.
apo do të kemi një tentativë direkte në portë të Gilman Ligës që merr vrull, është një skem kjo Fukui e dërgon në qendër, nuk arrin askush. Çfarë u bë Dritan Smajli? Një skem e Tiranës, por që nuk finalizohet si duhet. Gilman Liga rikuperon topin, nis përpara për Elis Bakaj, në vetëm Bakaj. Afrohet Gjoni, të përgjegj Muzakën, në krah në djathtë është Erion Vucaj. Shkon për të pasimi, Muzaka hapet në krah, vjen krosimi, Sheta! Pranë autogolit. Në mëdyshje për ta larguar me kokë apo me këmbë, Arjan Sheta e devion dhe sigurisht rrezikoi autogolin. Vendoset prapa Tirana. Sevgjina me të djathtën, shërben mirë për Albi Dostin. Dosti mbështet dhe Ademir, vjen krosimi, topi rrezikshëm në zonë, devijuar nga Smajli, goditje nga këndi. 2-4 numri goditje nga këndi. O Gjallari, tenton pasimin, Bakaj dhe Buljan, top që del, Elis Bakaj përballë portierit, Bakaj, çfarë humbet mundësinë e golit të dytë, Elis Bakaj, ball për ball, Gentian Selmanit, dhe vjen ky top Selmani, e largon Vucaj, e ul me gjoks, Vucaj, shmang kundërshtarin, Vucaj, është krosimi drejt zonës, Smajli, top në shtyllën e dytë, çfarë humbet Elis Bakaj, çfarë humbet autori golit, me portën bosh, i vjen ai top, ai pasim, ai asist. Minuta e 61, edhe një tjetër Vucaj. Smajli devion dhe çfarë mundësie. 1-1 me Musaj, nuk është më Ademir, por është Drilon Musaj. Fukui spostohet në qendër me topin në këmbë. Masato Fukui hyn në zonë, shmangu ndërshtarin Fukui. Tenton pasimin Gjergji Muzaka. Sfidë e tij Muzaka, goditja. Nuk arrit të dërgojë në rrjet. I gënjur dhe nga tereni Gjergji Muzaka, ai top që ka mbetur aty. Provon krosimin me të djathtën, Bakaj e kontrollon. Gjoni. Vjen dhe vërshëllima përfundimtare e kryesorit Kreshnik Ciapi pas 3 minuta shtesë. Mbyll tuk të sfidë javës së 29 Tirana që arrin të marrë 3 pikët me një gol të vetëm të realizuar nga Elis Bakaj në minutën e 8, një gol që sigurisht jep mundësinë të njitë në kuotën e 47 pikëve.